Shërbimi i internetit në vend do të disafishohet pas vendosjes së një sistemi të ri të fibrave optike në ujore midis Shqipërisë dhe Italisë. Sipas ministrit Brendshëm Pollo, kjo do të çojë dhe në uljen e çmimit të këtij shërbimi në vend. Një sistem i ri kablor në ujor me fibra optik mes vendit tonë dhe Italisë do të rrisë kapacitetin e qarkullimit të internetit për Shqipërinë. Aktualisht 2 linja kablore që shërbejnë për internetin në vendin tonë janë të vjetra dhe kanë kapacitete të kufizuara për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve. Me lidhjen e re përmes kablit nëndetar dhe lidhjes me pikat e aksesit internetit në Milano dhe Frankfurt, konsumatorët shqiptarë, qofshin ato familje apo biznese, nuk do kenë më një furnizim deri në 2 megabit, por deri në 30-40 megabit ndoshta edhe më shumë. Dhe çmimi i internetit besoj ka gjitha kushtet që në këto rrethana të reja të jetë edhe më i lirë. Pas fillimit të projektit ka një plan për zgjerimin e tij dhe në vendet e tjera të Ballkanit, duke pozicionuar në këtë mënyrë Shqipërinë si qendër zhvillimi për rajonin në fushën e telekomit dhe internetit.